Janë dy lloje të tauhidit. Tauhidi është njësimi i Allahut. Do të me besu që Allah është i vetëm. Edhe në realisht kur ta shikosh tauhidi është vetë Islami. Se Islami është me dorëzu vetëm Allahut, kjo është kuptimi i Islamit. E tauhidi ka klasifikime ndryshme që kanë bërë dietarët, por njëra prej më të lehtave është që tauhidi ndahet në dy kategori. Tauhidi i diturisë dhe tauhidi i veprës. E ky është qëllimi i krijimit kur ta shikosh. Ne jemi krijuar për tauhid. E tauhidi i diturisë nxirret prej ajetit Kur'anit në cilën i lartëmadhëshmi thotë: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahum li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Kuptimi i këtij ajetit është Allahu i ka kriju 7 palë qejk, edhe pa toka. Zbresin çështjet midis tyre. E këtë ka bërë Allahu që me ditë, shikoni tauhidi i dijes. Që me ditë që Allahu ka fuqi për gjithçka, edhe me ditë që Allahu ka përfshi çdo gjë me dijen e tij. Ky është pra qëllimi i parë i krijimit. Tauhidi i dijes, me njoft Allahun e Madhëshëm. Qëllimi i dytë i krijimit është tauhidi i veprës. E kjo nxirret prej ajetit që Allah thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit vetëm se të më adhurojnë. Pra njëra është me njoft Allahun, e dyta është me vepra me adhuru Allahun, me namaz, me agjerim dhe me vepra të kësaj natyre.